tani që jam 25 vjeçe, duhet ta bëj make-upin se një 25 vjeçare. Kërkova në TikTok make-up për 25 vjeçare dhe më doli ky luku. Na duhet një bazë glowy, se po plakemi dhe s'duhet të na duken rrudhat. Tani na duhet pak ngjyrë, ose shumë ngjyrë, se ajo goca aty ishte shumë bronzed. Cute. Tani na duhet të zbardhim pak rrafet e syve, se nga që duhet të blejmë shtëpi, lodhemi shumë dhe s'bëjmë gjumin siç duhet. Cute. Edhe pse më pëlqen si duket tani, unë kam lëkurën të ndryshme dhe duhet ta setoj patjetër. Një syt lart që mos ta bëhet kris, si u bë si filter. Tani kjo pudra na zbardhi prap, por do vëm bronzer që të nxihemi prap. Di që kam filmuar një make-up me make-upe që më kanë ardhur nga Temu, nga një mystery box. Do editoj dhe do e postoj në YouTube. Dhe nëse nuk e keni parë Temu haul që kam postuar, shkoni që ta shikoni në linkun në bio. Vajza vetullat vetëm i kishte krijuar për lart, nuk i kishte rrësuar ose nuk i kishte bërë shumë të mprehta, kështu që të njëjtën gjë do bëj unë. Kishte përdorur një blush që nuk ishte shumë roz, ishte thjesht sikur të ka rënë dielli, sikur e skuqur nga dielli, kështu që kjo është ngjyra perfekte. Sa e bukur që është! Për eyeshadow kishte vendosur pak fare kafe të lehtë nën sy dhe mbi sy, sa për t'i dhënë pakës ngjyrë. Cute! Kishte vendosur përsëri shkëlqim sipër, të përdor këtë beauty wand sepse ka një xizë shumë të bukur. Ja shikojeni. Thjesht ta bën lëkurën shumë glowy, pa xixa. Dua sa harruam qukat? Jo. Tani kemi buzët, u vendos para laps vetullash sepse më duket sikur ka shade-in perfekt. Dhe pastaj laps buzësh. Mes përsëri blush nga ai që përdorëm më parë. Mbaruam. Më thoni si ju duket? Ju po të shoh.